dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Këtë emision e kam pritur me shumë kënaqësi, sepse të gjurmosh në thellësi, në brendësi të origjinës sonë, të origjinës së gjuhës sonë, edhe të kesh përballë një profesor kaq të shquar si Vincenz Marku, profesor i letërsisë dhe gjuhës shqipe, i cili ka sjell mjaft vepra, por sot vjen me gërmimet e tij, do të thoja, një arkeolog i gjuhës shqipe, një arkeolog i origjinave të shqipes në librin më të lashtë të minjohur të shqipes, Mesharin e Gjon Buzukut. Ai sjell këtu librat e tij, vëllimin e parë dhe vëllimin e dytë të Buzuku i lehtë lexueshëm. Të sqarojmë pak a shumë edhe kuptimin e kësaj fjale, por një fjalë që nxjerr në dukje edhe përmbajtjen e këtyre studimeve. Profesor Vincenzi, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Në radhë parë të falenderoj zotin Rafael për ftesën, si drejtuesi i këtij emisioni, falenderoj edhe zotin Ganiq, presidentin e televizionit tuaj, por nuk mund të rri këtu pa falendëruar edhe shoqatën panshqiptare Vatra, e cila më mundsoi vizitën time këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht këtu në Michigan. Duke falendëruar ju televizorin dhe Vatrën, unë jam shpreh minjohen time për këtë mundësi që më jepni për të shpjeguar dhe për të paraqitur për publikun, për bashkëtarët e mi, dy studimet e mia më të fundit mbi veprën Mesharit të Gjon Buzukut. Kjo vepër faktikisht me që ju e përcaktuat edhe pyetjen e parë duke thënë që në titull se Buzuku i lehtë lexueshëm në kuptoj disa gjëra, kjo ka ndodhur faktin se vepra e Buzukut gjithmonë për mua, por edhe për gjithë studentët ka paraqitur një vështirësi shumë të lartë për të marrë me te. Dhe fillimisht unë kam jetuar gjithmonë me këtë vështirësinë e madhe por njëherë, po gjithkohës mendoja, por unë merrem me frëngjishtin e vjetër, merrem me greqishtin e vjetër, me latinishtën e vjetër, si është të mundur që ky libër që me atë faqen e zezë ishte si ngjyrën e zezë të botimi i 68-ës, 68-69 i Qabejt, i 58 është i Namik Resulit, që ne mos mund ta lexojmë, ta deshifrojmë, gati ishte sikur shija hieroglife, jo sikur shija gjuhën time. Dhe në këtë aspekt unë vendosa një ditë prej ditësh të shoh, të çfarë ndodh me veprën e Buzukut dhe ku janë arritjet deri më sot të kësaj vepre. Ktu filloi puna për këtë vepër dhe arritën në përfundimin që me një studim të thellëruar dhe me studimin e alfabetit të kohës, po dhe alfabeteve të kohës, të kuptoj që ky tekst është lehtësisht i lexueshëm, jo vështirësisht i lexueshëm, por lehtësisht i lexueshëm. Po mund ta lexojmë sot ashtu siç është, apo do ta lexojmë nëpërmjet udhëzuesit, do ta gjuaja kështu. Tu në secilin nga botimet unë kam vendosur edhe një aparat kritik, studimor, i cili mundson lexuesin për të futur në mënyrë graduale te kjo vepër, por njëkohësisht kam sjellë të gjitha rregullat e drejtshqiptimit, drejtshkrimit dhe drejtshqiptimit mundshëm. Këtu do të ndalem pak te drejtshqiptimi i mundshëm, sepse shpesh është folur që çfarë drejtshqiptimi do të japim kësaj vepre ose cilët ishin përpjekjet e mëhershme, si të Resulit, si të Justin Rrotës, si të Qabejt, por edhe të tjerëve që janë marrë me këtë vepër. Unë mendoj faktikisht që drejtshkrimi i veprës Buzukut, që ta paracaktoj që në fillim, domethënë, është mbështetur tek drejtshkrimi dhe drejtshqiptimi i një vepre të një humanisti të madh evropian që quhet Erasmus i Rotterdamit. Ai përcaktoi ligjet, parimet e drejtshqiptimit dhe drejtshkrimit të latinishtës dhe të greqishtës në vitin 1528. Unë nuk mendoj që Buzuku i ka shpëtuar këtyre lisive të drejtshqiptimit dhe drejtshkrimit, kur kjo vepër e Erasmusit u mor edhe nga kisha, edhe nga gjithë studiuesit si e mirë qenë për drejtshqiptimin dhe drejtshkrimin
latinishtës dhe greqisë. Pra, u pranun rregullat dhe parimet e tij. Më të roqi vëmendjen, gjithmonë përdoret në gluhën tonë, jo në gjuhën. A është kjo drejt shqiptim, apo është e njëjta dukuri që ndodh edhe për shembull me çamërishtën? Unë mendoj që drejt shqiptimi duhet kemi kujdes të madh me drejt shqiptimin e Bozukut, sepse ne kur flasim për drejt shqiptim, ne nisim një herë nga marrëdhënia jonë me gjuhën e standardizuar. Po. Por do të kemi parasysh që kur shkroi Bozuku në vitin 1555, përpara dhe votimi i saj vepre me 5 janar, unë nuk mendoj që Bozuku ose të kishte ide një kojne apo të kishte idenë, ai thjesht po përgatiste një meshar me mira vështirësi që i paraqiste kjo vepër, kjo sipërmarrje për botimin, për vështirësitë e botimit, për shpenzimet e botimit e për gjitha këto më radh, por ai përgatiti një vepër mendojon për atë publik që po shitet gradualisht që po e humte. Ashtu duket sikur flitet në Jo, që në fillim ai e thot atë për të mos u dar. Po, ai pikërisht e bën këtë vepër dhe unë mendoj që vepra gluha, ne lexojmë sot gluha, por nuk kanë se unë nuk mendoj që është ka përfunduar, domethënë mundësia për të zbulu vërtet drejt shqiptimin e Bozukut, sepse po e shpjegoj pse. Ne nuk njohim me metodat sot shkencore dialektet që kemi sot, nuk i njohim mirë, sepse për pamundësitë e një shteti që sapo kryu në 1912-ën, për vështirësitë që hasi vazhdimisht edukimi i qytetarëve, arsimimi, shkolla lartë, gjitha këto, ne nuk kemi sot studimet fonetike me baza të dokumentuar shkencore përmes aparateve, po themi, që masin rezonancët e tingujve, për ditë nëse ne sot, për shembull si e shqipton një D, një Shkodran si e shqipton një D, një Tiranë po si e shqipton një Korçar apo një Gjeograsit. Po marrim një fonem, Jo, ke shumë të drejtë, po të krahasoj me arboristen, dhe pavarësisht ata thonë jemi geg, për shembull, se varet edhe aty se nga kanë ardhur. Shqiptimi i tyre është gati tosk, sepse nuk ishin nda akoma dialektet. Nuk është, jemi një fazë faktikisht që të vështirë, vështirësisht e zbulueshme, sepse s'pari ne duhet të studiojmë në sinkroni dialekte përmes dokumenteve fonetike. Në për laboratorët ndryshme fonetike dhe pastaj pasi të saksojmë mirë dialektet, variantet e dialektet, në dialektet të folme të ndryshme, atëherë ne, edhe pasi të kemi nxjerrë përfundimet e përgjithshme dhe duhura, pastaj duhet pa me kujdes edhe zhvillimet në rrafshet sinkronike, duke hinë diakroni, por gjithmonë duke prej rrafshet sinkronike të zhvillimet edhe gjuhë ndërkufitare, sidomos italishte që ka ndikim drejt për drejt te libri, latinishte edhe italishte, edhe duhet duke parë, domethënë se çfarë zhvillimesh dhe çfarë dinamikash kanë pas këto gjuhë, si italishtja dhe anglishtja, dhe përmes një krahasimi pastaj me zhvillimet, me sa mund të mërrim ne për të zbuluar dinamikat e zhvillimit të gjuhës tonë. Pse them unë se dinamikat e zhvillimit të gjuhës tonë, nga ana fonetike, nga ana morfologjike, por dhe nga ana sintaksore. Se dinamikat po të shohim, librat e vjetër duket sikur janë ishuj të vetmuar njëri me tjetrin, për shembull, botimi doktrina krishtere e Budit, afërsisht 7 vjet pas Bozukut, pastaj qeta profetëve, duket sikur këto autoritetet mëdha të, po themi, të kulturës tonë, sikur nuk kanë ndjeni për njëri tjetrin. Nuk kanë asnjë njohje për njëri tjetrin dhe normalisht nuk pas asnjë njohje, unë nuk mendoj që librat ishin të izoluar, domethënë, sepse për shembull të qeta, po themi, tek doktrina krishtere, Budi nuk jep me kuptu që nuk ka libra bashkos të tjerë dhe nuk ne bën, nuk na vështirëson mundësinë për të kuptuar që sa se çfarë zhvillimesh dhe dinamikash të mbrëmshme ka gjuha. Pra nuk marrin vesh për tyre. Okej. Tani dalemi në disa aspekte të tjera, se unë kërkova të pyeta për diçka që më të roqi vëmendjen. Tani, çfarë ju shtyu ju të përqendroni kaq shumë tek Bozuku? Edhe është një ndërmarrje
e fort, e vështirë në pamjen shkencore, por unë edhe parë, edhe fillimisht e thash që domethënë që gjithmonë më ka tërheq ideja që i di do të merr me Buzukun, me këtë vepër, sepse isha marrë me veprat e autorëve të vjetër, Gjuhët Huja, do thosha si ka mundësi që mos rri me merr kuptoj Buzukun, ta lexoj më tepër thellë, se ne themi që në shkollat është ba Buzuku, është ba, kanë mësuar fragment për mend, se edhe kemi dalë për notën, kemi ecë. Kjo është. Por për të hinë dinamika atëherë që në shtynë, unë fillimisht të them të drejtën, unë jam marrë me krijimin e fonteve të veprës Lahutës Malcis dhe të Mrizit Zanave dhe kam kriju disa fonte për me rishkru veprat me fontin me cilën e në botu këto vepra fillimisht. Dhe i dhanë pas krijimit të fonteve, një ditë shohëm për dëgjuesin e thjesht fontet, mënyra se si shkruhet një gërm. Po, shkronjat që janë për shembull si të New Times Roman është font. Për shembull, kush përdor kompjuter e din se New Times Roman është një font me cilin ne shkruajmë tekstet. Dhe më lind ideja që të krijoj fontin e Buzukut. Fillimisht një ide aventurore faktikisht, edhe e vështirë, patjetër, e vështirë. Po thash unë jam që jam dhe dëshirë kam ta provoj dhe unë fillimisht mendova se gjeta një set gërmësh të Peter Schöfer. Peter Schöfer është gërm stilizuesi i Gutenbergut, ai që ka bërë gërmat me cilë shkru Bibla, në libri i parë i botum. Atëherë kujtohet se gjeta dhe gërmat e Buzukut më ngjanin fillimisht se ishin stilit gotik. Edhe fjeta mene për pak ditë sikur i kam zbulu gërmat e Buzukut, janë ato, të dhe vemën e Peter Schöfer dhe gjithë më rrallë. Por duke studiu, duke pa diferencë dallimet mes se cilës nga gërmat shkronjat, vënë re që ato ishin shumë largë, sepse stilisti që kishte bërë gërmat e Buzukut ishte më rrumullakosur gërma, ma me pak thepa, edhe më bukur ishte vepra e Buzukut. Atëherë, hinë edhe pash që kjo është një lloj gërme që rotunda dhe që kishte më mirat për tyre. 1800 lloje rotundash. 1800 lloje rotundash që janë shtyp vetëm në Venedik mbi 250 shtyp shkronja ka pas Venedik në kohën kur botu Buzuku. 250 shkronja. Shtyp shkronja, të cilat shtyp shkronjat kishin se cila nga shtyp shkronjat kishte llojet e gërmave veta nga shtyp shkruesi.